Bashkimi Evropian I ka tërhequr vërejtjen Serbisë se duke kundërshtuar në parim antarësimin e Kosovës në Interpol, po shkel detyrimet që dalin nga neni 4 I marrëveshjes së Ohrit. Ky reagim vjen pasi ministri I brendshëm I Serbisë Ivica Dačić në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit të mbajtur javën e kaluar në Marok, deklaroi se Kosova nuk ka gjasa të antarësohet dhe se për Serbinë prioritet mbetet parandalimi I antarësimit të vendit. Neni 4 I marrëveshjes së arritur në Ohër në vitin 2023 parashet që Serbia nuk do të pengoj Kosovën në përpjekjet për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Pavarësisht kësaj, Serbia vazhdimisht ka vepruar në kundërshtim me këtë dispozit, gjë që është konstatuar në mënyrë të përsëritur edhe nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e BE-s nënvizojnë se progresi I Serbisë në rrugën e saj evropiane varet edhe nga zbatimi I plotë I të gjitha angazhimeve që rrjedhin nga marrëveshja e vitit 2023 për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Përveç kësaj, Serbia ka detyrim të jetë konstruktive në procesin e normalizimit edhe në kontekst të përfitimit të fondeve nga plani I rritjes. Sa I përket programit të reformës dhe rritjes, parakushti që lidhet me progresin në normalizimin e marrëdhënieve Serbi-Kosovë vlerësohet sa herë që pranohet një kërkesë për pagesë sipas programit e në përputhje me dispozitat e rregullorës, ka sqaruar një zëdhënës I Bashkimit Evropian.